Vrasi si elitës si shërbeu CIA-s për 10 vjet, pastaj zbuloi të vërtetën tronditse. Evani, protagonisti ynë, bën një punë disi të çuditshme. Sa herë që zbret nga një aeroplan, ai shkon në zyrën e sendeve të humbura dhe të gjetura për të marrë një valixhe. Pastaj blen një gazetë dhe shkon te njoftimet, ku deshifron emrin e objektivit të tij të ardhshëm, duke përdorur një nga reklamat. E gjithë kjo bëhet sipas një rregulli të rreptë për të mos u shoqëruar me askënd. Pavarësisht se sa jorse mund të jetë, ky është Evani, një vrasës me pagesë. Pasi merr emrin e objektivit të tij të ardhshëm, ai merr me qira një dhomë hoteli pranë vendodhjes dhe përgatit mjetet e tij. Të nesërmen në mëngjes, ai vjedh një uniformë dhe shkon në port, ku merr kontrollin e një vinçi. Kjo i jep atij një pamje të qartë të rezidencës së mbrojtur me shumë kujdes të objektivit të tij dhe i lejon atij të formulojë një strategji. Pasi të ketë siguruar pozicionin e tij ideal, ai kthehet natën me një pushkë snajperi. Gjëja e parë që bën është eliminimi i rojeve, pastaj rojeve në çati, gjë që i lejon atij të hyjë në ndërtesë pas një problem. Tani atij duhet vetëm të gjejë objektivin. Për këtë ai duhet kontrollojë çdo centimetër të shtëpisë, derisa më në fund të gjejë shenjën e tij dhe të aratiset përpara se të shfaqen përforcimet. Më pas, ai shkatëron çdo provë që mund ta lidhë atë me krimin dhe merr një aeroplan për t'u kthyer në Rom, ku procedura përsëritet, duke rikuperuar valixhen e humbur, gazetën dhe duke deshifruar objektivin tjetër. Pastaj ai del për drek. Por para se të largohet, ai lë një kartmonedhë dollari të palosur në një mënyrë të caktuar në derën e tij. Kur kthehet, ai zbulon se dollari është ende aty, por i palosur në një mënyrë tjetër. Kështu, ai merr armën e tij, vetëm për të parë një grua që shfaqet dhe i drejton një armë. Emri i saj është Casey, dhe duket se ajo e ka ndjekur Evanin për një kohë të gjatë. Ajo ka deshifruar metodat e tij dhe mënyrën se si ai komunikon me shefat e tij. Ajo i përket MI6-s dhe u dërgua për ta hetuar atë sepse duan të kapin punëdhënësin e tij. Por kjo nuk do të jetë aq e lehtë. Mezi i shpërqendruar, Evan ja rëmben armën. Tani ajo është pengu i tij dhe është mirë që ajo t'i jap atij një arsye për të mos e vrarë atë, për shkak se është kurioze. Ajo i tregon atij se shefi i saj, Kevin, vdiq 6 muaj më parë dhe se divizioni i CIA-s, për cilin Evan besonte se punonte, u shpërbë një javë pas vdekjes së tij. Pra, Evan ka vrarë njerëz për dikë tjetër, jo të lidhur me qeverinë. Prandaj ajo është këtu, për të bërë kontaktin e parë me të dhe për të zbuluar të vërtetën. Pasi konfirmon lajmin e vdekjes së Kevin, ajo vendos ta lërë Kain, një koleg, t'i tregoj më shumë nga ato që ajo di tani për tani. Më pas, Evan përballet me dy mundësi. Ai mund të vazhdojë të punojë për këtë shef misterioz dhe të vrasë Kain, ose mund të fillojë të shkojë në vrimën e lepurit për të parë se ku e çon kjo. Evan e mbyll Casey në banjo dhe nxjerr një silenciator. Duket se ai është i vendosur ta vrasë atë, kur ajo përmend emrin e gruas së tij të ndjer, Monikës, dhe i thotë se vdekja e saj nuk ishte aksidentale. Në atë moment, ata bëhen një ekip. Por Evan e paralajmëron se do ta vrasë nëse e mashtron. Pastaj, ai hedh valixhen e tij dhe i thotë se duhet të udhëtojnë lehtë së bashku. Ata mrinë në Maltë me traget, dhe ndërsa Evan është gati të përdorë banjën, ai merr një telefonat nga një telefon publik që bie pranë tij. Kur ai përgjigjet, një zë i thotë kthehet në Rom dhe të përfundoj punën. Megjithatë, Evan dëshiron të di për kë po punon dhe kërcënon t'i ndjek. Zëri, me një ton kërcënues, i thotë të kthehet në punë ose do të bëhet shënjestra e radhës. Aty pranë, një grup mercenarësh po zbarkojnë në qytet. Ata mbajnë më shumë armë dhe një sinjal GPS duket se buron nga trupi i Evanit. Duket se ai ka një GPS të vendosur pa dijenin e tij, i cili pothuajse zbulon vendodhjen e fundit të përdorur nga Kevin para vdekjes së tij. Butler, mercenari dhe ekipi i tij mbërrinë në periferitë të zonës synuar dhe përgatiten për të sulmuar. Atje, Evan gjen një kasetë të lënë nga miku i tij, dikush që e njihte shumë mirë, kështu që e di se ku ishte fshehur. Pak çaste më vonë, ata dëgjojnë hapat e dikujt dhe Evan lëviz përpara për të treguar ndërhyrësit rrugën e shpejtë aratisjes poshtë shkallëve. Tani që Butler e kupton se ka humbur elementin e surprizës, fillon ndjekja, por Evan shpëton përmes çatisë dhe mezi e ndjek atë. Së bashku,
ata arrini një zonë të mbushur me njerëz, duke shpresuar se prania e civilëve do t'i parandalojë të qellohen, por kjo nuk ndodh. Burrat e Butler e kthejnë qytetin në kaos të plot, duke qelluar pa dallim me qëllimin e vetëm për të vrarë Evanin. Pasi vrapojnë për disa minuta, ata fshihen në një kishë dhe arrin të shpëtojnë përmes katakombeve poshtë. Një detaj e habit Butlerin, sikur të kishte studiuar histori, do ta kishte kapur Evanin së bashku me dikë tjetër. Pothuajse ndërsa vidhte një makinë, Casey tregon se ka një shtëpi të sigurt të MI6-tave aty pranë, ku mund të pushojnë dhe të planifikojnë lëvizjen e tyre të radhës. Pasi janë plotësisht të sigurt, Evani ndërtoi një pajisje për dëgjuar kasetën që i ka lënë shoku i tij. Në kaset mund dëgjohet një bisedë midis Kevinit dhe një buri tjetër, i cili kërcënon se do ta mbyll divizionin e Kevinit, nëse ai nuk i pranon objektivat e rinj. Duke se dikush nga lart donte ta përdorte Evanin për të vrarë njerëz për përfitimin e tyre, dhe Kevini refuzoi. Tani, Kevini është i vdekur dhe ky person e ka përdorur Evanin sipas tekave të tij për disa muaj. Më vonë, Evani pothuajse gjen një kompjuter dhe përdor atë për të shfaqur dosjen e Kevinit, duke zbuluar se Kevini nuk kishte familje, edhe pse ja kishte thënë Evanit se kishte. Duket se ata nuk ishin aq të afërt sa miq në fund të fundit. Pas vitesh punë së bashku dhe her pas here duke ngrënë së bashku, Evani ka arritur të kuptojë se Kevini ishte plot sekrete dhe ishte shumë naiv në rrëfimin e tij për Monikën. Nga ana tjetër, Butler ka sinjalin GPS, por ai tregon një bllok të tërë larg sepse shtëpia e sigurt e MI6-s është e pajisur me reflektor sinjalesh. Kështu që ata duhet të presin derisa Evan të largohet përpara se të mobilizohen më tej. Më vonë, Evan largohet nga shtëpia e sigurt dhe blen një gazetë. Atje, ai sheh një reklam të klasifikuar me markën e njohur që e ka parë prej vitesh. Deshifron mesazhin dhe zbulon se është numri i tij telefonit. Pasi telefonon, i njëjti zë i thotë se ka më pak se një orë për të kthyer në Rom dhe për të përfunduar punën, ose do të vdes. Përveç kësaj, ata e paralajmërojnë se ai thuaj se nuk është ai që pretendon të jetë. Papritur, një makinë përplaset me tavolinën ku ishte ulur Evan. Disa sekonda më vonë, pasojnë të shtëna me armëzjari, por Evan arrin të nxjerrë shoferin dhe të largohet me makinë drejt maleve, ndërsa qellohet me pushk të kalibrit të lartë. Ai arrin të shmanget atyre mjaftueshëm gjatë për të fituar pak distancë, duke lejuar atë të hidhet në makinë në sekondën e fundit, para se ajo të bjerë nga një shkëmb, duke bërë Butlerin të besojë se është i vdekur. Megjithatë, kur Butler përditson GPS-in, ai kupton se Evan është në lëvizje dhe e ndjek atë deri në shtëpi, ku ai pothuajse e pret. Shpejt, shtëpia rrethohet dhe plumbat gradualisht e shkatërrojnë vendin. I lodhur duke ndjekur Evanin, Butler nxjerr një MG42 dhe përgatitet ta kthejë shtëpinë në një sit, por rretja e tij për gjak është e tillë sa ai nuk e vëren se është të afër cilindrave të gazit. Mjafton vetëm një shtën nga Evan për të krijuar një top zjarri që i dërgon ata në botën tjetër. Butler ka paguar shtrenjtë gabimin e tij si fillestar. Tani, Evan mund të vjedhë makinën e pajisur të Butlerit dhe të ikë në qytet. Atje, ai lodhet nga gënjeshtrat e kajit. Nëse do të ishte nga MI6, do të kishte ditur bazat e vetmbrojtjes, por nuk është, kështu që ai thjesht bërtet dhe ikën. Ai dëshiron të ditë të vërtetën, ose të ta lërë atë pikërisht aty ku mund ta gjejnë të këqin. Casey rëfen se Monika ishte nëna e saj. Pra, ajo beson se Evan është babai i saj. Sikur të mos mjaftonte lajmi për një vajzë të fshehtë, Casey pothuajse i dorëzon ditarin e nënës saj, në të cilin shpjegohet pse ajo nuk ja zbuloi kurrë ekzistencën e saj Evanit. Ajo nuk ishte e gatshme ta vinte familjen në rrezik për shkak të tij. Në atë kohë, Evan ishte e fiksuar pas punës dhe miqësisë me Kevinin, kështu që mendonte se nuk do të largohej kurrë nga ajo jetë. Casey pothuajse rëfen se e ka vëzhguar për shumë më gjatë nga sa kishte thënë. Pasi arrin në një vend të sigurt, zbulojnë se Evan nuk ka eliminuar asnjë terrorist në 6 muajt e fundit. Të gjithë objektivat e tij kanë qenë manjatë dhe drejtorë ekzekutiv të kompanive që u absorbuan nga një korporat shumëkombëshe. Tani, ata duhet të zbulojnë se kush u pasurua në mënyrë të neveritshme nga ato vrasje. Është në këtë pikë që takojnë Antonion, orin ton, i cili tani është gati të marrë një vizitë nga Evan. Në vend, ai pritet nga Lona, zëri pas telefonit, e cila e çon atë tek Antonio. Në momentin që sheh Evanin,
Antonio e falenderon që e solli kompaninë e tij në maj, duke eliminuar të gjithë konkurrentët e tij. Nga qëndrimi i Antonios, është e qartë se ai nuk është shefi i vërtet. Ai duket më shumë si një fëmijë rebel. Kështu që Evan kërkon udhëheqësin e vërtet kompanisë. Dhe Antonio i thotë se për ta bërë këtë, ai duhet të marrë një varkë pa armë në një vend shumë të veçantë. Evan pothuajse beson se do ta vrasin dhe do ta hedhin në oqean. Por në fund, ata e çojnë atë te Kevin, i cili është ende gjallë dhe shumë i lumtur që sheh mikun e tij, i cili përshëndetet nga Evan me një grusht. Ai kërkon një shpjegim për atë që po ndodh. Kevin me qetësi i thotë se Antonio e ka rob dhe ka përdorur kontaktet e tij në të gjithë botën për të vrarë konkurrentët. Pra, Evan nuk është i vetmi vrasës që ende beson se po zgjedh vetë objektivat. Pikërisht kur ai pothuajse pyet nëse Antonio kishte të bënte me vdekjen e Monikës, shpërthen kaosi, ndërsa Antonio vendos se ata dinë shumë dhe se është më mirë t'i eliminojnë të gjithë për t'u dhënë një mësim. Kevin dhe protagonistët tanë shihen në rezidencë dhe planifikojnë të luftojnë nga jetë. Por pasi eliminojnë disa nga armiqt, ata përpiqen të ikin përmes parkingut, vetëm për të përballur me një lëshues raketash që i jep fund jetës së Kevin, këtë herë për gjithmonë. I detyruar të kthehet brenda, Evan i jep një armë Caseyt dhe i thot asaj të ngrihet në katin e dytë dhe të gjejë një mënyrë për të kërcyer në obor. Ai do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të vonuar armikun. E bindur se kjo mund të jetë ere e fundit që e shetatin, Casey pothuajse qan, por bindet. Këtu e shohim Evanin të marrë një pushk dhe të bëjë gjithçka që është e nevojshme për shpëtuar jetën e tij dhe të vajzës së tij, duke vrarë të gjithë ata që i dalin përpara dhe duke arritur në obor. Ku pothuajse arrin të marrë një armë dhe një granatë që i përdor për të fituar pak kohë. Pas një betejë të gjatë, Evan e gjen veten pa një rrugë ku të shkojë. Butler i ka rrethuar dhe është tashmë i plagosur. Papritmas, një burr shfaqet nga pas. Kap Caseyn, por ajo lirohet. Evan arrin ta luftojë atë, madje duke hedhur nga buza. Megjithatë, kjo i jep Butlerit kohën dhe këndin për ta qelluar Evanin në bark para se të mund ta ekzekutojë tatin. Casey pothuajse hedh një tjetër granatë në një mënyrë mjeshtërore, dhe ajo bie pikërisht në këmbët e Butlerit, duke zhndruar atë në një re roz me shpërthimin. Në fund, policia mbërrin dhe pjesa tjetër e të këqive ikin. Një muaj më vonë, Evan është me vajzën e tij, duke shijuar lirin e tij. Ajo është e sigurt tani, por ai ende ka diçka për të bërë, kështu që ai do të jetë larg për disa ditë. Më vonë e shohim atë në rezidencën e Antonios, ku Antonio hap gazetën dhe habitet kur sheh nekrologjinë e tij. Një sekond më vonë, Evan shfaqet pas tij dhe ekzekuton atë, duke na treguar se ai eliminoi të gjithë throjet dhe se askush nuk mund ta kishte shpëtuar Antonio nga fati i tij. Nëse dëshironi përmbledhje interesante filmash, pëlqeni, ndani dhe abonohuni për të na ndjekur për më shumë përmbledhje filmash.